Se ja 10 ky, strategjikisht, më kupton logjikën. Pra këto teknika, këto forma, këto mënyra janë teknika të cilët shmontojnë Ramën dhe sa Rama ka vepruar vetëm ka krijuar efektin e kundërt. Ke parasysh para një jave të njëjtën. Në gjithë mediat e botës u kthy lajmi për Shqipërinë. Dhe të gjithë mediat e botës, automatikisht gjithë televizionet e botës, gjithë gazetat, ishim lajmi i parë. Po sot, edhe sot jam atë Albenin që e kapshin kështu, zvar. Si shqiponj. Po ishte perl, ishte kryevepër, Ergiz Zaloshnja kishte bën një vepër arti me atë sken, ai ka një teknikë të vetën shumë të bukur, që ishte fantastike. Dhe po ta them me sinqeritet, njerëzit duhet fillojnë të kuptojnë çfarë po bëjmë, po s'e din. Kjo që ne po bëjmë është një rrethim acid, është si thosh një kazan acid, kur Rama është brenda me pushtetin e tij. Pra pushteti i Ramës është brenda në acid. Ne jemi acidit. Çfarë bën acidi? E çmonton. Çdo ditë që dalim ne është pH i ri për ta ruajtur ekuilibrin, që të vazhdoj gryerja. Gryet. Çdo ditë i bien tjeglla, i bien mur, i kshu tulla, i bien suvaja, i bie një brav, i bie trau. Çdo ditë. Ky është proces çmontimi, dobësimi i kundërshtarit. Pra është në rrethim dhe po çmontohet. Kjo puna e Ervin Vezës nuk ka të bëjë me Ervinin, me Cop Budall. Ka të bëjë me modelin. Ne po flasim me policinë e shtetit. Ne po flasim me gjithë policët e Shqipërisë. Ne vëmë gjithë shefët e komisariateve. Do përfundoni si ky? A doni do të përfundoni si? Kujdes. Zbatoni urdhë, po me kujdes. Se ky është i zellshëm. Më kupton logjikën. Dhe situata është e tillë që sot mënyra si u lëvizën në Tiranë, ma skenën që s'kam për ta harruar asnjëherë kur pash videon, të Albin që ditë mes përmes lanës, me ka foto këta që e dishnin, dhe pastaj që e marrin atë formë, për mua është një lajm ndërkombëtar, sepse shka që i veçantë si situatë, sa prodhon arsye për të bërë lajm. Më kuptove logjikën. Të gjitha këto vëlla janë teknikat tona të peshkatarit. Kena ndaj me gjyt peshkëlla. Peshka janë policët, ne me peshkatarët. Nuk është se policia po ka protestues. Është protestuesi që po ka policin. Si? Nëpërmjet diskreditimit që i bëhet policisë shtetit, nëpërmjet faktit që ata humbasin toruan. Ata nuk dinë çfarë të bëjnë. Se s'di si sillen, sepse është e panjohur ajo që të prodhohet. Dhe ata veprojnë në mënyrë mediokre, se s'mund ta bëjnë dot ndryshe. Mos harrojmë që tashmë policinë e shtetit shqiptar, me marrëveshjen e Ramës me Izraelin, për krimin e Akademisë të Forcave Speciale, ai ka dhënë pasaporta diplomatikëve ekspertëve policorë izraelit. Po, se kjo ishte vetëm një formë se si të futeshin ata në Shqipëri për të kontrolluar. Absolutisht. Pra ne kemi të bëjmë një polici shteti që drejt avokat shef jam. E ndjen. Ti jap 3 prova. E pe ngjyrën blu të ujit para ditës sente. Tëndën me 23. Bukur. 3 ditë. Blu dhe është 3 ditë. Zjat e djegura këtu. Pra që të djeg lëkura. Çfarë do thotë 3 ditë? 3 ditë do thotë që substanca nuk ka qëllim neutralizimin e çastit, po krimin e dhimbjes. Kush i ka këto teknikë? Se këto s'lejon në Europë. Kush i bën këto teknika? I kanë sjellë ata? Po vetëm ata i prodhojnë këtë, dhe vetëm ata merren me këtë. Në Evropë s'lejohet kjo gjë. Pra këta kanë bler, apo e u kanë sjell, apo e kanë bler dhe ata nuk sjellin falas. Pikërisht vetëm ata mund ta marrin, se s'kan ku gjën tjetër në Evropë. Në Evropë nuk lejohet. Më kuptove logjikën. Nuk mund të spërkatësh ti gazetarët e Suedis me një lëng blu që nuk i tregon sekretin e formulës kimike që ka brenda. Ti kur e bën si polici shteti për neutralizim çasti, që duhet të ketë vetëm atë çast efekt, sa për ta arrestuar, për ta bërë apo ta shpërndar, sipas rregullave duhet t'japësh recetën, çka ka pas brenda, që ta di toksikologu ç'të bëj. Asnjë toksikologjist nuk ishte informacion se çfarë substance ishte, dhe ata ja fusnin kot. Po kjo është shkelje e rëndë e ligjit që ka bërë. A është vërtet që është çuar për analizë për tu? Por, laboratoria e shtetit. Skënder Hitaj e ka mbush shkup. Unë kisha planifikuar për nesër, kallëzim penal ke Spaku, po e shtyva për pas nesër, për shkak kisha pa gjumë gjithë këtë kohë, dhe e kemi lënë që në orën 1. Të lëndën që është për. Po, jo për këtë, për gjitha që ka bërë policia e shtetit. Por në orën 1 ditën e mërkur ke Spaku do jemi shumë protestues, ku çojmë kallëzimin, kemi marrë dhe prova gzhojat e gazit që kanë përdorur para një muaji. Po, që kemi parë lëmën edhe herën tjetër. Dhe i kemi edhe gzhojat sepse besojmë që njëra nga gzhojat fshet diçka të ndaluar që vjen po nga Izraeli. Ato kallëzimet që ke bërë deri tani avokat që ishim edhe herën tjetër, kemi në Po mos është herë do. Po çfarë shkojmë ke Spaku prapë. Po jo, dëgjoj ne po lemi. Po bëj pyetjen thjesht se është ideja e saj që ne po lem gjurmët. Ne i njohim çan me ndër Spaku janë këta. Ne po lem gjurmët. Ata nuk e pushojnë dot çështën, se ne çojmë në gjykim për ta kundërshtuar. Ata mund të na luajnë vetëm me kompetencë, domethënë se bën dot Spaku do e bëj prokuroria e Tiranës, të tilla gjë. Po s'kan ku luajnë.
janë shamat. Në fakt, në çfarë po bëjmë? Po ja mbushim plot spakun, që kur të vinë urdhrat mjaftueshëm, mund të jenë të përdorshme nga spaku, nëse u vinë urdhrat nga jashtë. Megjithësisht pak e Izraelit tani s'ka marrë mendim për sa përket kësaj ngjarje që ndodhi në jug të vendit me një grup turistësh izraelit që ishin vendosur atje që u harmuan. Po, kush tha? Dolin media. Pe ndonjë analistë psikologjike. Si e sheh këtë gjë, të ngjarje? Po mos me pagu dhomën, e bën gjithmonë, more. Këtë pjesën e kësaj. Janë të papam. E kam dëgjuar unë nga miqtë që kanë hotel. Mos më pagu dhomën, vlla. Madje kam një rast, nuk e di. Janë nga më të njohur në botë që bëjnë kështu lojrash për të mos pagu dhomën. Por kanë qenë një grup. Më fal, po si bëj të ma thuj ti mua tash, ke kaq vjet që merresh me imobiliare, kaq vjet që merresh me turizmin, me informacionin, me gjëra. Si u qellon vetëm këtyre më burrë, si u qelloi të tjerëve. Eksakt. Jo, kam edhe shembuj të tjerë, një rast që për ta them edhe këtë, për ta mbështetur te mendimi që theti. Prandaj pyeta, se duket ajo që kur e nxjerr lajm ti të fillon me qeshtin nga ana tjetër të Ti e pe atë që tha. Ti e pe komenti më të shikuar ke jo që kush ishte. Më të vlerësuar me like, që kishte thyer rekord, konkuronte me vet lajmin. I bëj thirrje të gjithëve të vëmë 5 hyje këtij, siç ja bëm me atë tjetër. Edhe kam një rast që ma kanë treguar fix një pronar hoteli diku këtu në Tiranë, që kanë ardhur një grup turistësh nga Izraeli, kanë nik pas një muaji që kishte shkuar vlera gati 100.000 euro për paguar për këtë hotel. Kanë zakon. Kanë nik, edhe muzikë ishte kap nëpërmjet booking ai, si ku kishin shkuar vend tjetër në plazh, i kishte thënë aty mi maj aty si do vit, edhe kishte shkuar kishte kap atje pronari i hotelit, por s'më kanë paguajt tha. Kur ka shkuar atje kanë marrë vesh Rama. Kjo nuk e di tani sa i vërtetë është, por ma ka treguar, ka marrë vesh Rama, ka marrë direkt telefon pronarin e atij hotelit, i ka thënë që mbyllet këtë histori. Po është e vërtetë. Dhe po të them sigurisht, kjo kam 2-3 raste. Është një nga praktikat më të njohura në botë, që këta e bëjnë. E kanë ritual. Sepse tash duhet dish një miliarder çufo, po pa 10 centsh në rrugë, zbret nga makina shkon e merr. E kanë smundje këtë gjë. E kanë gjenetike, jo në kuptimin biologjik, po kuptimin kultural. Po rasti Vlorës i doli blof aty avokat si. Ore më tregon analizë toksikologjike. Do të bie si gjë. Okej, unë kisha këto 3 pyetje, për sa përket, do duket sikur jemi në përsëritje ose po shkojmë në fillim të gjithë historisë, cili është burimi i keq së Shqipërisë? Ama tash do themi tash në fillim, po të vazhdojmë me po bën diçka përshtypje ke protesta. Mos si Altinë dhe shumë tjerë për shemb. Pse nuk po reagon Amerika? Për çfarë të reagoj? Për këtë çfarë po ndodh? Çfarë të thot? Më thuaj më bëhet ti sikur. U zgjodhen gjës i ambasadës amerikane që tha që i bëj thirrje turistëve, qytetarëve amerikanë të qëndrojnë larg protestës së tjerë. Po pse? Pse? Au arrestua dhe u dhunua një shtesë kanadeze. Më fali sekond. Kush është morali pjesës? Ka detyrë ambasadë të njoftoj shtesët e vet që të kenë kujdes? Po ose jo? Ai ka detyrë. Po më ka reagu për këtë, s'ka reagu pra asgjë tjetër për tjetër. Mësoj gjë tjetër. Muajve për çfarë? Të protestë. Kush tha? Ky është reagimi më mirë që ka bënë ambasadë amerikane. Më fal ta ja parëshyen. Po çfarë na ka bërë ambasadë amerikane gjithmonë? Ta ka dekuruar çdo protestë. Kujdes dhunën, kujdes ta, kujdes atë. I ke dëgjuar këto gjëra më? Jo. Po fal, po ky është evolucioni. Tu ishte. Pra tani ambasadën amerikane ose Amerikën e kemi në krahun e protestuesve apo në krahun e politikës shqiptare? Në krahun e Amerikës. Më fal, hiqni dorë që janë krahun e protestuesve, po të qeverisë ambasadat e huaja, janë krahët vendeve vetveta. Ajo protesta aty. Janë interesat vendeve vetveta. E kujt është shqiptarëve protesta? Është shqiptarëve. Flamuri amerikan dhe flamujt e Europës. Po. Çfarë rëndësie kanë ato protesta? Të zakonshme. Çfarë mesazhi kanë? Të zakonshme. A kanë nga diaspora shqiptare në Amerikë protestë? Po ose jo? Po. Bukur. Çfarë është një shtetas shqiptar amerikan? Me 2 flamuj apo? Më fal. Po kjo është tjetër. Ai është gati të vritet për flamurin amerikan. Ne po kërkojmë nga Amerika zgjidhjen e kësaj gjë. Jo, më the flamujt. Më the flamujt. Ta shpjegova diasporës. Këtë mesazh kalon nëpërmjet tyre flamujve? Po, diasporës. Diasporës shtetasve amerikan, që janë dhe shqiptar. Është mesazh shumë i rëndësishëm ai flamuri. Po shoh gjithmonë që njerëz i marrin mikrofonin që thonë mi bëjmë thirrje Amerikës të shohë. Ora këtë punë kanë shqiptarët, kanë që vitin 46, 45 i presin aleatët të zbarkojnë. Shqiptarët punka, do presin aleatët, shqiptarët të zbarkojnë. Në këtë moment nuk kam më të zbarkuar aleatët. Koncepti është që ne presim nga Amerika dhe Europa zgjidhen apo nga shqiptarët. Ja po ta shpjegoj unë. Çfarë do të bëjë ambasada amerikane kur gjithë mediat amerikane thonë kanë dalë protestuesit kundër familjes Trump? A është vërtet kanë dalë gjithë kundër familjes Trump? Jo. Por mediat amerikane këtë thonë apo jo? Çfarë thot?
që do thotë ambasada amerikane, nuk mund dalim favor të protestës, që New York Times shkruaj ambasada amerikane e Trumpit ka dalë pro protestës kundër familjes Trump. Kundër qeverisë Trump. Po pra, sepse në Amerikë, media amerikane, një pjesë e trajton që populli shqiptar ka dalë kundër familjes Trump. Nga këto mediat e majta. Media konservative për e vërteti, thonë që ka dalë kundër kolonizimit izraelit.